Nisma për Kosovë po zgjerohet dita ditës. Këtë e vërtetuan edhe 100 të rinj të komunës së Gjakovës, të cilët aderuan në këtë subjekt politik. Në këtë aktivitet të mbajtur në Gjakov ishte prezent edhe kryetari i Nismës për Kosovë, Fatmir Limaj, i cili u shpreh i kënaqur me aderimin e këtyre të rinjeve dhe ju siguroi atyre se hyrja në këtë subjekt politik është zgjedhja e duhur. Ne kemi nisë një rrugë ndryshe nga ajo që kemi parë deri në tani në Kosovës. Kemi nisë një alternativë ndryshe politike e cila ka zgjedhur shtegun e vështirë, por shumë të nevojshme për vendin tonë. Rruga e nismës nuk është thjesht një rrugë vetëm e masovizimit, pa përmbajtje edhe pa objektiv. Rruga e nismës nuk është rruga e numrit. Rruga jonë është më tepër se kaq. Rruga jonë është rrugë shprehse. Rrugë për të nxjerrë gjitha të vërtyte. Vlera që ka populli i Kosovës, ka pasur ndër vitesh. Rruga jonë e përbashkët të ndëruar të ri është që në këtë familje politike që po angazhohet të dilni të përgatitur dhe të gatshëm për qeverisur, edhe në Gjakovën në Kosovë, ama me vlerat e juja individuale. U tha se ky sukses i radhës i Nismas ishte fal punës së palodhshme të kryetarit të degës së Nismas në Gjakov, Fazli Hoxha, i cili u premtoi të rinjeve të këtij qyteti se ata do ta mbajnë fjalën. Qëllimi kryesor i shkrirjes së strukturës së Nismës është që Nisma për Kosovën, dega në Gjakov, të jetë më afër secilit qytetar të komunës sonë. Do të punojmë bashkërisht dhe me ju tri që sot po i bashkojë Nismën për Kosovën, dega në Gjakov, jam i bindur se suksesin e kemi garantuar, se ju jeni në ndryshimi, ju do të jeni përfshirë në strukturat e Nismës, edhe në vendimmarrje, jo vetëm mos shfrytzu për mbledhjet votave apo për aktivitete elektorale si ndodh deri më tani. Programi politik i Nismas dhe fuqizimi i të rinjeve ishin ndër arsyet pse këta të rinj kishin vendosur të bëhen pjesë e këtij subjekti. Kam vendosur sepse Nisma po na ndihmon shumë në aktivitetet e rinis, ajo po ja derën si në rinis dhe ka prioritet për ne. Arsyeja pse jam antarësuar këtë parti është për shkak programit politik, për shkak demokracisë që ka edhe për shkak mundësisë që ka jap të rive për mu inkuadru edhe vullnetin që ka për mi ndihmu popullit. Nisma për Kosovë, dega në Gjakov po vazhdon aktivitetin e saj për konsolidimin e kësaj strukture dhe duket se dita ditës ajo po fuqizohet.